Për sot ndërpritet seanca, shihemi me 15 shtatit 2025 në orën 11. Nëse i bie hise që ta drejtoj edhe seancën konstituive të legislaturës së radhës, Avni Dahari do t'i duhet me shumë fat në zgjedhjen e kryetarit e kryesisë së re. Afatet ligjore kërkojnë edhe krijem të shpejtë të qeverisë, mbase në të njëjtën ditë. Këtë parashikim për një ditë shumë të zënë në Kuvendin e Kosovës e ka një monitorues i punës së parlamentit, duke u mbështetur në vonesën e krijimit të institucioneve. Kjo si pasojë e rinumërimit të gjitha votave të kandidatëve për deputet. Pra, do duhet që presidenti të aktivizohet shumë shpejt kur të certifikohen rezultatet zgjedhore, që të konstituohet kuvendi, po atë ditë të formohet qeveria. Me vonimin e institucioneve të reja, rrezikohet edhe mirëqenia e qytetarëve që marrin paga nga buxheti. Do të ndodhemi përballë situatave kur në fund të muajit shkurt nuk do të ketë paga për punëtorët e sektorit publik për muajin mars, sepse do duhej me u votu një qeveri që e tregon ligjin për buxhetin për vitin aktual dhe që të ndodh ky votim me procedurë të përshpejtuar. Të lashet me buxhetin i parashë edhe një tjetër monitorues i punës së institucioneve qendrore, që po ashtu ngrit shqetësimin edhe për vonesat e mundshme të thirrjes së seancës për votimin e presidentit. Se ne vetë se hymë brenda afateve për përmbylljen e procedurave që lidhen me kuvendin, buxhetin, marrëveshje ndërkombëtare e pastaj edhe për presidentin. Kjo rrezikon që ta fuz vendin edhe në kriza politike, edhe në vakum kushtetues, sepse nëse presidenti nuk do të zgjedhet deri më datë 5 mars, atëherë ne vetë se jemi në shkelje kushtetuese. Për të shmangur vonesat në ekzekutimin e pagave në sektorin publik në rast të mosvotimit me kohë të buxhetit, Cakolli thotë se qeveria në detyrë do të tentojë që t'i ndajë pagat në fund të muajit shkurt për t'i evituar rreziqet. Por, pa u kryer, sipas tij do të mbeten pensionet e shtesat si dhe pagesat të tjera. Problemi mbas edhe më i madh është çështja e ndarjes apo pagesave për kontratat në cilat shteti ka hyrë në obligime apo komunat e caktuara, cilat nuk mund paguhen dhe nëse ka vonesa të tjera të paarsyeshme, rrezikohet që shteti të paguajë pastaj edhe penallti apo kamata për shkak të vonesës në pagesën e këtyre mjeteve të cilat kanë qenë para. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që të ketë rinumërim të plotë të gjitha votave në 28 komuna. Vendimi vjen pasi gjatë rinumërimit të pjesshëm u vërejtën dallime të mëdha në votat për kandidatët për deputet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit të vitit 2025.